Aktoria Ariola Demiri, e cila u bë një nga personazhet më të dashura për publikun gjatë pjesëmarrjes së saj në shtëpinë më të famshme, ka folur së fundmi për shtëpinë që u premtua si dhuratë gjatë spektaklit. Pas shumë diskutimesh dhe spekulimesh në rrjet për fatin e kësaj shtëpie, Ariola ka sqaruar se prona është ende aty dhe gjithçka është në proces për ta bërë gati për banim. Me shtëpinë shumë mirë, aty është, vetëm u fut brenda, deklaroi Ariola. Aktoria theksoi se publiku shqiptar është tashmë i njohur me këtë histori, e cila ka marrë dimensionin e një legjende. Kur të futem do e merrni vesh, sepse u bë legjend kjo historia e shtëpisë. Ajo konfirmoi gjithashtu se shtëpia ekziston fizikisht dhe është parë nga të gjithë. E kam parë të gjithë shqiptarët në video. Është vetëm u fut brenda, ja ta mobilojmë, ta sistemojmë se do punë. Ajo sqaroi më tej se kur ju dhurua, shtëpia ishte ende në fazën e themeleve dhe për këtë arsye procesi ka kërkuar kohë. Ka qenë në themele kur është dhuruar, kështu që është normale pritja, deklaroi Ariola Demiri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.